Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma. Jam një grua 28 vjeçe dhe jam martuar para ca vitesh. Jeta ime mori një rrjedhë shumë të mërzitshme sapo u futa në shtëpinë e burrit tim. Ne jetojmë në një shtëpi private me 2 kate. Kati i dytë është i yni, ndërsa në katin e parë jeton babai i burrit tim. Vjera ime ka ndëruar jetë shumë vite para se të hyja unë në këtë derë, kështu që ai jeton i vetëm. Burri im punon në një kompani shpërndarjeje. Është si një lloj postieri, e puna e tij është e tillë që del nga shtëpia shumë herët dhe kthehet vonë, dhe shpesh bën edhe turnet e dyta ose rrugët e gjata jashtë qytetit. Për këtë arsye, unë mbetem gjithë ditën vetëm në shtëpi. Merrem me punët e mia, me pastrimin, me gatimin dhe me mbajtjen në rregull të oborrit. E në këtë rutinë të përditshme, njeriu i vetëm me të cilin unë kisha mundësi të flisja e të bëja 2 muhabete ishte babai i burrit. Ai është 55 vjeç, por po ta shohësh në rrugë, nuk ja jep atë moshë dhe mos ta bëjmë si zhargon këtë fjalë, por me të vërtet është shumë i ri. Është një burr shumë i gjatë, por është i shkathet dhe gjithë ditët merret me punë. Ai ka një pasion të madh për drurin dhe në fund të oborrit ton ka ndërtuar një punishte të madhe ku rregullon mobilje të vjetra. Ai i lyen e i bën si të reja. Në fillim, marrëdhënia jonë ishte si çdo nuse me vjehrin. Pak e ftohtë dhe me shumë rregulla. Unë sa i bëja kafen e i lija tek tavolina jashtë në pjergullën e rrushit, i thosha të bëf mirë dhe ikja lart. Por kur rri gjithë ditën në të njëjtin obor, gjërat ndryshojnë. Zbrisja ndonjëherë, ti çoja ndonjë gotuj tek punishtja. Ai e linte punën dhe fshinte duart me përshir e fillonte të më tregonte për mobiljet që po rregullonte. Pak nga pak, ato 5 minuta që rria unë filluan të bënin gjysmore, e pastaj u bën biseda të gjata çdo ditë. Filluam të njiheshim ndryshe. Ai nuk ishte thjesht baba i burrit, por ishte një burr që dinte të bënte biseda shumë të bukura dhe kishte shumë humor. E pastaj filluan edhe ngacmimet e para, nga ato flirtimet me fjalë që në fillim duken si shaka. Kur unë vishja ndonjë fustan të ri vere dhe zbrisja shkallet, ai linte veglat e punës dhe më thoshte: "A pas kemi ndonjë fest sot në lagje që qenë ke veshur kaq bukur, apo çfarë? Lumaj që të ka", më thoshte ai. E unë bosjeshja dhe ja ktheja me një herë. Po lëri ato fjalë, shiko gjej ndonjë grua për vete, se mbete gjithë ditën me atë tallashin e drurit dhe mbete i ve. E gratë e sotme nuk bëjnë për mua, më thoshte ai. Unë i kam sytë e hapur vetëm për femra që din ta mbajnë shtëpinë ashtu siç e mban ti, më thoshte ai. E këto fjalë më bënin të ndihesha shumë mirë, sepse ai me të vërtet me vlerësonte dhe sillej shumë mirë me mua. Mua më mungonte vëmendja e ato komplimentet me jepnin një tjetër gjallëri. E pash veten që fillova të kurohesha më shumë. E pash veten teksa lyhesha e të vishesha bukur që në pikë të mjesit. E bëja këtë gjë vetëm e vetëm që të zbrisja poshtë e të dëgjoja fjalët e tij. E dija që ai kishte një pëlqim shumë të madh për mua, ashtu siç e kisha kuptuar që edhe unë e prisja me padurim momentin kur do të ishim vetëm në obor. Por kjo qetësi dhe ky muhabet yni u prish kur në sken doli një komshije. Ajo ishte një grua rreth 45 vjeçe, edhe ajo e ve e që banonte 2 shtëpi me tutje nesh. Ishte një grua zhurmaxhie, që lyhej tepër
dhe fliste gjithmonë me zë të lartë. Ajo filloi të gjente lloj-lloj pretekstesh për të ardhur tek ne. E një ditë vinte e i kërkonte babait e burrit një çekeç, e një ditë tjetër vinte e i kërkonte të rregullonte bravën e portës, e herë të tjera i sillte edhe pjata me byrek apo me ëmbëlsira. Ajo vinte tek dera e oborrit dhe i therriste me emër. Ai dilte nga punishtja dhe ajo mbante muhabet për orë të tëra aty tek dera e oborrit. E rria në katin e dytë, shikoja nga dritarja dhe me hipte një inat që nuk e di pse, e as që e përshkruaja dot. Kisha një xhelozi aq të madhe sa nuk rria dot rehat në shtëpi. E kështu, gjeja edhe unë sebeb, merrja fshesen apo diçka e zbrisja poshtë, duke ardhur vërdall dhe duke u bërë zhurmë që ajo të ikte. Një pasdite komshia erdhi prap. Solli një pjatë me petulla e u fut drejtë në obor. E gjeti atë tek pjergulla dhe ul në karrige pa ftuar njeri. Unë kur e pash nga lart, nuk dorova dot më. Zbrita shkallët me njëherë, ajo kishte lënë pjatën mbi tavolinë e po qeshte me një shaka që se dëgjova mirë. Dola para saj dhe i folëm me një zemër mjaft të rrept. Te falenderoj për pjatën komshie, por ne jemi ngopur dhe ai ka shumë punë sot, nuk ka kohë të rrihet të pi kafe me ty, i thashon. Komshies nuk i erdhi mirë. Unë ngrit nga karriga, mori pjatën e saj nga tavolina pa thënë asnjë fjalë dhe dolin nga dera e oborrit. E unë u ktheva nga ai, ndërsa ai nuk foli, por e pash që e kuptoj shumë mirë çfarë kisha bërë. Atë mbrëmje, burri im kishte një dërgesë jashtë qytetit dhe e dija që s'do vinte herët. E shtëpia ishte në qetësi. Jashtë ishte errësirë dhe e vetmja dritë ndezur në obor ishte ajo brenda punishtes ku punonte ai. Unë nuk isha gjom, me rrinte mendja tek veprimi që kisha bërë pasdite dhe doja të ballafaqohesha me të. E vendosa të shkoj tek punishtja. Hapa derën e madhe prej derase dhe u futa brenda. E aty vinte një erë shumë e mirë që mua me pëlqen, një erë e drurit e prerë dhe një aromë bojës. Dhoma e punës është e madhe. Anash murit ka një bango pune të gjatë të lartë, të bërë prej druri masiv, ku ai mban veglat dhe bën të matjet. Ai ishte aty, po pastronte disa derasa dhe kur dëgjoi derën u kthyen nga unë. S'te paska zënë akoma gjumi, me pyeti ai. Jo, i thashun, erdha të shoh çfarë po bën. E di unë sepse ke ardhur, me tha ai mua. Ti po vret mendjen për atë që bëre sot me komshien. Nuk ti kisha par kur as të inatosur, me tha ai. Unë nuk desha ta fshihja më. Eca drejt bangus së madhe të punës që ishte pas ti. Hipem lart dhe ula mbi atë bangu druri, duke i lënë këmbët të varura anash, e me që se bangoja ishte lart, unë nga pozicioni i ulur isha duke shikuar atë pak nga larg. E bëra sepse nuk e duroj dot kur ajo vjen këtu, ja thash hapur, ndërsa unë po rria mbi atë tavolinë bangoje si e mërzitur. Nuk e dua atë grua vërdall, e sidomos në shtëpinë tonë, e as vërdallteje, i thashun atij. Fjala doli shumë e rëndë dhe e vërtet, sa që në atë punishte u bë një jehon absolute. Ai la letrën mbi një karrige aty afër që kishte në dorë dhe eci ngadalë drejt meje, e unë, siç isha ulur mbi atë tavolinë. Erdhi dhe u fut aty. I hapi pak këmbët e mia sa për të gjetur vend dhe vendosi të dyja duart e tij mbi drurin e tavolinës. Pastaj rrinte duke me shikuar, e unë çfarë të bëja tjetër, por u zgjata pak dhe fillova ta puthja atë, duke e puthur e duke ja zhubrosur atë këmish, e duke filluar që ato pullat e këmishës
Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.